që sa i përket cilësisë, po besoj që Shqipënia u konë skuadër ma cilësore edhe para ndeshjes, se ne e shohim një Serbi që viteve të fundit, në dekadën apo 2 dekadat e fundit, nështë është ekipi ma i dopt, po folin për emra të Serbisë. Më thonë, nuk është sukses i Shqipërisë, kjo ndeshje u dosht me do e mos të fitohet. Silvinjo, besoj që e kish analizu lojën shumë taktikisht dhe tenton të e vesh me gabimet kundërshtarit me fitu, se e pom një disciplin taktike, po përgjithsisht loja Shqipërisë ke e mirë, pat rastet, do me thonë, ke penaltia edhe në pjesë dytë patëm 2-3 raste, Shqipënia e pat një lojë të mirë, vetëm rezultati mungoj. Por gjithsesi edhe ne pajtona me Azrinin që barazimi nuk është sukses, po është më sukses për kombëtarën se i minimizon shumë shanset për kualifikim, pasi e dim që ndeshja kthyse në Beograd veç do t'jetë e vështirë, shkoku që sigurisht që Shqipëria nuk do të pritet me një atmosferë ose një pritje kaq miqësore sa ju bom na sot në Air Albania, kështu që një prej trenave të Shqipërisë veç se u dështoj, do me thonë eci, veç presim në